Një shtetas 42 vjeç me inicialet LM, banues në Laç, është arrestuar nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudejes, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ndërkohë shtetasi NT, 65 vjeç, banues në fshatin Beltoj, është proceduar në gjendje të lirë pasi ka fyer dhe ka nosur një punonjës policie për shkak të detyrës. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen IF, banuese në Shkodër, pasi rezultoi se ushtronte aktivitetin në mënyrë të kundërligjshme dhe se kishte punonjës të paregjistruar. Ka nisur procedimi në gjendje të lirë edhe për shtetasin KR, 26 vjeç, banues në Shkodër, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me një automjet tjetër me pasojë dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit MB, 25 vjeç dhe SM, 31 vjeç, banues në fshatin Pulaj, pasi dyshohet se kanë goditur me sende të forta shtetasin XL, 59 vjeç, për motive të dobta. Ndërkohë, me datë 17 mars 2025, referuan materialet në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprën penale, ndotja e ajrit, ujit dhe tokës, pasi dyshohet se disa shtetas të paidentifikuar kanë hedhur një sasi mbetjesh të dyshuara spitalore në qytetin e Koplikut, po punohet për identifikimin dhe kapjen e këtyre shtetasve.